Në Tetov ka 3 ndërmarrje publike, në PK Tetova, parkingu i qytetit dhe në PK Shari, por 2 ndërmarrje komunale në Tetov punojnë me humbje, vetëm në PK Tetova i ka ndarë 71 milion denar apo 1.150.000 euro për mungesën e rrogave të punëtorëve, të cilët nuk kanë marrë 4 muaj, ndërsa sigurimin shëndetësor nuk e kishin të paguar mbi 20 muaj. Por kjo situatë nuk është me në PK Sharin, ndërmarrje që menaxhon me ujin e pishëm dhe kanalizimin. Kjo ndërmarrje vetëm në 3 mujorin e parë ka dalë me 5.200.000 denar plus, duke bërë edhe investime në teren për rreth 1.5 milion euro për 18 muaj. Për raportin financiar për 3 mujorin e parë, kemi një raport financiar pozitiv me saldo prej 5.200.000 denar, për të cilëve ajo llogaritet vetëm për 3 mujorin e parë e vitit 2026. Përveç kësaj, ditë si që ceka në Këshillin Komunal, një gjë pozitive është edhe rritja e inkasimit dhe përgjegjësia e madhe nga qytetarët e Tetovës, se cila ka rritur deri në 87% qytetarët që kanë paguar ujin. 13 milion denar e cekas janë paga shtesë të cilët janë dhënë punëtorëve të JKP-Sharit. Aty te ato pagat shtesë hyjnë edhe bonuset të cilët i jepën punëtorëve të cilët kanë qenë të rregull dhe kanë kryer punën në mënyrë efikase dhe në kohën e duhur. Prej kur kam ardhur unë gati 1 vjet e gjysmë, gati 2 të bëj, investimet në terren ti mbledhësh në total arrin diku më shumë se 1.500.000 euro, veç tash për 2 mujorin e fundit jemi duke zhvilluar një aktivitet të madh investimesh. Drejtori Vajlon Zeqiri thotë se rrogat në këtë ndërmarrje janë nga 30.000 denar, ndërsa mjeshtrit marrin edhe 90.000 denar. Vetëm për 3 muaj të punësuarit kanë marrë 13 milion denar vetëm bonuse. Rrogat për shembull të punësuarit të cilët janë në administrat varion varet, ato të cilët janë me shkollë të mesme marrin rroga prej 30 deri në 36.000 rreth 7.000 denar, ato të cilët janë në fakultet mbi 40.000 denar.